103 milion euro me pak figurojnë në kuletën e trustit, krahasuar me dhjetorin e vitit që shkoi. Sipas ekonomistëve, kjo është një pasojë e politikave tregtare që ndjek presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. Kursimet pensionale të kosovarëve investohen në kompani të huaja, por edhe vendore, me qëllim ruajtjen dhe rritjen e vlerës së kursimeve. Visar Vokri, profesor i ekonomisë, thotë se tarifat që i ka vendosur presidenti Trump kanë ndikuar në tregjet globale të aksioneve dhe investimeve. Një gjë e tillë vjen si rezultat i pasigurive që janë krijuar tash në tregjet nacionale të kapitalit për shkak rrethonave të reja gjeopolitike, nëse mund të shprehim kështu, sidomos pas masave tregtare që ka ndërmarrë presidenca apo presidenti Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është reflektuar mandej edhe në investimet që i ka bërë trusti. Megjithatë, në institucionin që menaxhon me kursimet, thonë se i kanë zbutur pasojat. Që nga fillimi i vitit 2025 deri në datën e raportimit, indekset e rëndësishme të bursave si S&P 500 dhe Nasdaq kanë shënuar rënje -10.2% dhe -15% përkatësisht. Përkundër kësaj, efektet në portofolat e fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, pra trustit, ishin më të kontrolluara për shkak të strukturës së balancuar dhe strategjisë së diversifikimit që zbatohet në vazhdimsi. Trusti ka 3 portofolje, ai konservativ, për kontribuesit afër pensionimit, 63 vjeç ose më shumë, e që nuk ka shënuar humbje. Portofoli balancuar për kontribuesit e moshës 58 deri në 62 vjeçare, që sipas trustit ka performancë kthimi -3.9%. Dhe portofoli standard për personat nën 57 vjeç, i cili ka marrë goditjen më të madhe në kthim të investimeve, me -7.1%. Pjesa më e madhe e kursimeve janë të investuara në sektorët e teknologjisë së informacionit, në financa, industri, kujdes shëndetësor, energji e të tjera. 437 milion janë të investuara në buxhetin e Kosovës, 66 milion euro në kompaninë amerikane Microsoft, 57 milion në kompaninë tjetër, Apple, e po ashtu ka investime në banka që operojnë në Kosovë. Sipas ekonomistit Vokri, investimet trustit duhet t'i bëjë me kujdes, sidomos në situata të paqëndrueshme ekonomike e gjeopolitike. Duhet me kujdes të bëhet diversifikimi i portfolio's në mënyrë që edhe të sigurojmë kthim relativisht të mirë, por edhe menaxhim më të lehtë të rrezikut që mund të vijë nga lohatjet në tregje. Kështu ky kombinim investime brenda, por edhe në tregjet e jashtme, unë besoj që është i duhuni mirë, po gjithsesi duhet pasur shumë kujdes se ku investohet tu. Mjetet në menaxhimin e trustit deri në mesin e këtij muaji ishin 3 miliardë 77 milion. Në fund vit, këto mjete kapnin vlerën prej 3 miliardë 181 milion.